Pepa, një tjetër rezultat negativ për Molajin, po duket e rëndësishme është vetëm thjesht respektimi kampionat nga ana juaj. Thjesht që humbje me Velicikun, domethënë që javën e parë, shpresat u shumë sa ato ashtu, thjesht edhe këto nesër që ato i bëhet thjesht të respektojmë kampionatin deri në fund. E vështirë sot ndaj Basanjës, skuadrës ndaj cilit kishte marrë pikën e vet në kampionat. E vështirë, them drejtën e vështirë, se normalisht Basanja ka ekip shumë të mirë, është ekip i përgatitur, normalisht meriton edhe fitoren. Normalisht pozita e saj nuk është e mirë, meriton me kanë paktën të 3-4 vendet e para. Ndërkohë si e shikon Tarmën, duket tashmë është e sigurt të rënë nga kategoria për Molajin, por për vazhdimsinë. Them drejtën, Ramjet është normalisht që as matematika s'lën loj. Çfarë them, për të ardhmen me vështirë është çdo gjë, sepse ne e kishim me ekipin, por domethënë pas ftofje domethënë te pjesa për presidencë, ashtu s'kishin në gjë kështu për me marrë ekipin. Normalisht është shumë e vështirë, domethënë është shumë vështirë të ardhmen e ekipit të Molanit. Duket që vetëm dëshira dhe pasioni juaj po mban gjallë këtë skuadër. Them drejtën, jam mundu në çdo mënyrë me marrë gjallë këtë ekip. Si me akademi, si ekipin e parë, nuk e arrit me. Shpresojmë që në të ardhmen të bëhet diçka e mirë për Molanin. Faleminderit. Faleminderit.